Përshëndetje nga Vaspikal. Përshëndetje edhe nga Unandi. Atëherë desha t'ju sqaroja për sa i përket prenotimit për pushimet me charter. Siç e shohim, pushimet me charter mund t'i shohim në dy aspekte, mund t'i shohim tek search motori kryesor, të cilët e shohim në faqen kryesore, ose mund shkojmë dhe te seksioni i dedikuar i cili është pushimet me charter. Mbasi klikojmë tek pushimet me charter, që e kemi këtu sipër, shohim search motorin e charterit, të cilët e kemi të definuar mirë. Gjithashtu kemi edhe pjesën e re të skriptit, të cilët neve kemi bërë ofertat e limituara me kohë. Pra siç e shihni është me countdown. Për këtë ofertë kemi 8 orë 54 minuta e 22 sekonda, 21 e kështu me radhë. Ndërkohë që kemi edhe hotelet tona preferuara, të cilat i kemi poshtë, po t'i scrollojmë. Por neve jemi të interesuar të shohim gjithë pjesën e ofertave të charterit, dhe kjo vjen me anë të search motorit, të cilët ne kemi sipër. Po të hapim datën e nisjes, praktikisht neve shohim të gjitha datat me ngjyrën jeshile, të cilët tregojnë nisjen e charterit. Në këtë rast po zgjedhim datën 14 korrik. Ndërkohë që në ndryshim nga search motoret e tjera ne kemi vënë datat e kthimit, të cilët tregojnë dhe kombinimet e charterit. Pra, nëse ne vëmë datën 14, për kthimin e datës 14 korrik, ne pas kemi me datë 20, 22, 24, 27 dhe 29. Pra në këtë rast po zgjedh datën 24. Dua të zgjedh 2 të rritur plus një fëmijë, të cilën do i vë moshën eksakte 4/6/2010. Ndërkohë që nisja është nga Tirana për Turqi në të gjitha qytetet, po i vë pra në të gjitha zonat e Antalyas. Në çastin që japim kërko, praktikisht search motori jon po kërkon për të gjitha format e mundshme të gjithë hoteleve të cilët mbajnë këtë kombinim. Pra 2 plus 1 me moshën e caktuar. Po të shohim dalin më shumë se 910 hotele në 31 faqe, të cilët janë të specifikuara në krahun e majt me gjithë filtrimet e kërkimit. Pra nëse ne duam të shohim vetëm oferta speciale, po të klikojmë mbi ofertën speciale, praktikisht u dalin vetëm hotelet me ofertë speciale. Nëse duam të shohim vetëm hotelet me 5 yje, klikojmë tek 5 yje dhe këtu dalin praktikisht vetëm hotelet me 5 yje. Dhe nëse duam ta filtrojmë si hotel, praktikisht neve mund të vëmë emrin e hotelit, që në këtë rast po kërkoj Orange County. Në çastin që shkruajmë Orange dhe shkruajmë Orange County sipër dhe klikojmë mbi të, praktikisht na dalin të gjithë tipet e dhomave që suportojnë searchin e sipërm që ne kemi bërë 2 të rritur plus 1 fëmijë 4/6/2010. Po ta shihni, kemi emrin e hotelit Orange, kemi early booking në Deluxe Land Roof, Ultra All Inclusive, është në kemer, ka fluturimin e përfshirë brenda transfertën dhe qenë ka me SPO, pra me ofertë speciale, të cilët nga 2.849 euro ka shkuar 2.518. Nëse duam të shohim hotelin, praktikisht neve klikojmë mbi emrin e hotelit, po ta shohim emrin e hotelit, e klikojmë dhe këtu na del informacioni i gjithë i rreth hotelit, shqip për gjithë informacionin që ka si hotel. Kemi hartën e hotelit, të cilët na del, kemi galerinë e foto, kemi dhe konceptin e hotelit, të cilët tregon të gjithë konceptin Ultra All Inclusive që ka ky hotel. Të sqaruar shumë mirë. Nëse ne duam ta prenotojmë, po të shkojmë te çmimi, pra klikuam mbi çmimin, praktikisht këtu na dalin të gjithë prap tipet e dhomave dhe kombinimin që kemi bërë. Për të bërë book është tepër e thjeshtë, për B2B members ne japim book tek butoni. Praktikisht mbas dhënies book na del edhe tabela, të cilët në krahun e djathtë shohim edhe logimin ton si member Vas Group rezervo B2B, dhe po ta vini re çmimi është 2.518 euro për kombinimin e 2 plus childit, të cili është 04/6/2010. Për ta bërë prenotimin si B2B është tepër e thjeshtë, në ndryshim nga gjithë sistemet e tjera ne e kemi shumë të thjeshtë. Klikojmë mbi këtë tabelë, rezervo B2B, hedhim emailin që ju kemi dhënë si username password. Vëmë dhe passwordin dhe japim login. Po ta vini re, sistemi në mënyrë inteligjente praktikisht merr praktikën që ju sapo keni bukuar. Pra, në ndryshim nga gjithë sistemet e tjera ne kemi bërë një facilitet të madh, sepse praktikisht kemi vendosur që në çastin që ju i jepni book tek member Vas Group, kjo ju mban mend të gjithë prenotimin që ju keni bërë. Dhe sapo pam atje që çmimi që ju keni parë ishte 2.518 euro, dhe po ta vini re është këtu. Pra kemi balancën që duhet i jepni Vas Turit që e kemi këtu dhe komisioni juaj që e kemi këtu sipër. Pra çdo gjë është tepër e thjeshtë.
Vem mbi emrin, si në këtë rast po vë një mbi emër. Vem mbi emrin dhe emrin e zonjës familjes, gjithashtu dhe emrin e childit, të cilit duhet i vëm dhe njëherë ditëlindjen që e keni muaj, datë, vit në këtë rast, pra është 06 siç thamë, 04 2010. Praktikisht ky është rezervimi që ju sapo do bëni dhe brenda keni fluturimin me datën e caktuar, me orarin e caktuar. Kemi transfertën të futur brenda, kemi Orange Country në Launch Send View, kemi dhe transfertën që kemi poshtë, ndërkohë që kemi dhe avionin e kthimit. Pra është tepër e thjeshtë për të bërë bukimin. Në çastin që ne i japim save, praktikisht duhet hedhim dhe numrin e telefonit të klientit, të cilët ju e keni brenda sistemit tuaj, dhe kjo vjen për aspekt në qoftë se klienti duhet të kontaktohet, e keni dhe numrin dhe jepni save. Praktikisht mbas dhënies save këtu merr një numër rezervimi e cila është AL022368, të cilët kjo është njohëja jon nga sistemi. Kur japim OK, praktikisht ja ku ju doli edhe një herë gjithë praktika që ju keni bërë. Për ta parë këtë praktikë është tepër e thjeshtë, në qoftë se ju shkoni në reservation monitor, në pjesën poshtë, po ta veni re, bukimi që ne sapo bëm këtu e keni komplet të regjistruar për datën që ne kemi bërë. Dhe në çastin që ju bëni pagesën brenda vasit, është tepër e thjeshtë, ju klikoni mbi praktikën dhe po ta veni re, në çastin që ju printoni mbi praktikën, këtu ju dalin sipër, ju dalin 3 forma, të cilët janë proforma dhe komenti. Unë po shënoj dhe një koment. Ju lutem, dua një French bed. Kjo vjen si aspekt në qoftë se ju keni një kërkesë ekstra për sa i përket kësaj pjese të rezervimit. Dhe në çastin që bëhen të gjitha requestet OK, pra nga operatori jon, praktikisht në panelin tuaj të administrimit juve do ju dali dhe voucheri dhe flight ticket. Në çastin që ju del voucheri dhe flight ticket brenda për brenda, ju mund të printoni voucherin dhe biletën. Po ta shifni, u bën të gjitha statuset OK. Dhe këtu sipër, tek pjesa sipër kemi flight ticket, ku ju mund klikoni flight ticket dhe praktikisht kur ju klikoni flight ticket, këtu ju del të gjithë pjesa e biletës, ndërkohë që dhe tek voucheri ju del dhe voucheri i biletës. Në çastin që ju del voucheri i biletës, ju mund ta printoni, këtë e keni në 3 kopje, një është e klientit, njëra është e juaj dhe një e mbani për rezervë për ta pasur, e printoni me anë të printerit tuaj dhe praktikisht kjo ju del nga printeri juaj. Është kaq e thjeshtë për bërë një bukim me vasturin, është kaq e thjeshtë për bërë një bukim me rezervimin charter. Pra po t'i vini re, në çastin që vasturi ju konfirmon praktikën, ju mund të klikoni te flight ticket dhe voucher dhe mund t'i merrni të dyja ato me anë të printerit tuaj. Okej, faleminderit që na ndoqët. Bukimet mbara për këtë sezon.